Një person ka humbur jetën si pasojë një aksidenti të rënd trafiku që ka ndodhur mëngjesin e sotëm në autostradën Ibrahim Rugova. Lajmin për TV1 ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës, Mbaki Kelani, i cili njoftoi se në aksident ishin të përfshirë një kamion me targa vendore dhe një vetur me targa të huaja. Sot rreth orës 7:40 në autostradën Ibrahim Rugova, në kilometrin 26 ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në këtë aksident kanë qenë të përfshira një mjet i rënd transportues, kamion me targa vendore dhe një vetur me targa të huaja, ka deklaruar Kelani. Sipas tij, drejtuesja e veturës ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes, ndërsa drejtuesi i kamionit ka pësuar lëndime. Vdekjen e viktimes e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes, ka shtuar zëdhënësi i policisë. Në vendin e aksidentit kanë dalë njësitë policore, zjarfiksit dhe ekipet e tjera relevante, të cilat kanë qenë të angazhuara në menaxhimin e situatës. Policia e Kosovës apelon të këtë gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që të respektojnë rregullat e trafikut dhe të kenë kujdes të shtuar gjatë vozitjes. Të mërkurën Komisioni Qendror Zgjedhor nuk certifikoi listën e kandidatëve për deputet të listës serbe për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Sërish ky veprim i KQZ-s ngjalli reagime. Ambasada gjermane në Kosovë ka thënë se kjo sjellje ndikon negativisht për Kosovën. Siç e theksuam javën e kaluar, procesi zgjedhor dhe përgatitje teknike për zgjedhje duhet të jenë të lira nga manovrimet politike nga aktorët politik, sjellja penguese e disa anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët refuzojnë të verifikojnë listën serbe dhe kandidatët e saj, ndikon negativisht në reputacionin ndërkombëtar të Kosovës dhe në rrugën e saj drejt integrimit evropian. Si shqetësuese mos certifikimin e listës serbe kanë parë edhe Demokracia për veprim. Ata kanë treguar se kush i verifikon kandidatët, sa i plotësojnë kushtet apo jo për kandidim. Kompetencën për të verifikuar kandidatët nëse kanë plotësuar kushtet apo nuk i kanë plotësuar, sipas ligjit e ka vetëm zyra për regjistrim, certifikim dhe kontroll financiar të subjekteve politike. Sipas ninit 27 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, zyra i rekomandon KQZ-s për ose kundër certifikimit. Zyra këtë veprim e ndërmerr pasi që shurton listat e kandidatëve. Sipas ligjit, kompetenca e KQZ-s në këtë rast është vetëm formale për ta votuar dhe miratuar vendimin e një trupe profesionale të KQZ-s. Për më tepër, sipas nenit 30 të ligjit, përshtatshmëria juridike e kandidatëve vlerësohet vetëm mbi bazën e vlerësimeve të institucioneve relevante. Filtër ky i përmbushur nga kandidatët e subjektit në fjalë. Por një përgjigje për këto reagime nuk e pati kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ajo është çështje e ambasadës amerikane, ajo është çështje e KQZ-s. Unë jam kryeministër i Republikës Kosovës. Nga lëvizja vetëvendosje, kanë përsëritur qëndrimin se nuk kanë votë për listën serbe. Zëdhënësi i këtij subjekti Arlin Mandxuka thotë se nuk po ju drejtohen prokurorisë, pasi këta të fundit kanë mjaftueshëm prova për mos certifikim. Ata në kohën kur ndodhi sulmi terrorist i Banjskës, nënkretare kishin prisin e atij sulmi Milan Radojčić dhe sot asaj dite nuk janë distancuar nga ai akt. Për më tepër, ata për terroristët e vrarë kanë mbajtur edhe 3 ditëzie. Nuk ka çfarë dërgon në prokurori kur tashmë ka të dhëna me bollok në këtë drejtim. Por fakti që PZAP apo kush do vendos siç ka vendosur në raste të tjera, kjo nuk e bën problematik votimin ton parimor, por vetë vendimin e PZAP-it. Për aq kohë sa kërkohet votim, ne do të votojmë ashtu siç vlerësojmë se është në interes të përgjithshëm dhe shtetëror, dhe ashtu do të duhet të votonin të gjithë. Javën e kaluar KQZ-ja nuk certifikoi listën serbe, por paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa vendosi të certifikojë këtë subjekt politik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pezulluan për një kohë të pacaktuar dialogun strategjik me Kosovën për shkak të shqetësimeve ndaj veprimeve të qeverisë në detyrë Kurti. Dialogi ishte planifikuar që lidhjet ekonomike dhe diplomatike të Kosovës me Amerikën të forcohen, mirëpo ambasada amerikane në Prishtinë pati thënë që veprimet të qeverisë Kurti kanë rritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë, duke kufizuar aftësinë e Shteteve të Bashkuara për të punuar në mënyrë produktive me Kosovën mbi prioritetet e përbashkëta. Megjithatë, kjo e fundit në një përgjigje për TV1 ka thënë se janë të hapur për të përmirësuar marrëdhëniet me qeverinë, por kanë një mesazh për kryeministrin Kurti.
Si që ja kemi bërë të qartë qeverisë kujdesare, dera është hapur për përmirësimin e marrëdhënieve dhe rifillimin e bashkëpunimit. Megjithatë, kjo kërkon hapa konkret nga kryeministri kujdestar Kurti për uljen e tensioneve dhe avancimin e qëllimit ton të përbashkët për forcimin e paqes dhe stabilitetit si një bazë për mirëqenie të ndërsjellë ekonomike. E që të ketë lëvizje progresi janë bërë hapa edhe nga presidenca e Kosovës, ku këshilltarët të presidentës kanë zhvilluar takime me Departamentin e Shtetit. Gjatë takimit u diskutua për partneritetin strategjik ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, raporte dypaleshe, si dhe domosdoshmërinë e fillimit të mëtejshëm të bashkëpunimit në fushat kyçe, si siguria, ekonomia dhe politikës së jashtme. Njohësi zhvillimeve politike Ben Andoni thot për të vënë se aktualisht nuk pritet të merret një vendim për largimin e këtij pezullimi. Duhet që udhëheqësia e Kosovës, dhe sidomos qeveria që me gjasa do dalë nga parlamenti i ri, të ketë orientimin e duhur amerikan, dhe mbi gjitha të jetë e qartë vetë për politikat e saj. Kuptohet që nga zyra e presidentes së vendit Osmani, patjetër që është i pranueshëm një narracion i tillë, e para sepse ju e dini shumë mirë ajo mbas 4 muajve do jetë në ethet e rizgjedhjes. Këtë vendim e kishte komentuar edhe vetë zyra e kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Zëdhën se përparim Kryeziu në reagimin e tij në rrjetin social Facebook, ka thënë se të gjitha veprimet në 4 komunat veriore janë ndërmarrë për të vërtetuar rendin dhe ligjin, ndërkaq për komentet e Kurtit karshi gjykatës kushtetuese, ai tha se kanë qenë qëndrime politike të tij, pasi që janë marrë vendime që kanë cenuar karakterin demokratik të Republikës së Kosovës. The Kosovo Specialist Chambers is now in session. Që të dy, Esni Kilaj dhe Fadil Fazliu ofruan nga 40.000 euro secili si dorëzani. Kjo ishte përpjekja e radhës së tyre për gjykim në liri. Kjo dorëzani u aprovua për Esni Kilaj, por jo edhe për Fadil Fazliu. Për të paktën edhe 2 muaj të tjerë, Fazliu mbetet në qendrën e paraburgimit në Hag në përballjen e tij me akuzat për pengem të drejtësisë. Sa i përket arratisjes, zotri Fazliu nuk ka status politik, asnjë kapacitet për të mbështetur në rrjete me ndikim, asnjë qëllim për të abuzuar me statusin e tij shoqëror dhe asnjë pasaportë shqiptare. Ai zotohet të mos largohet nga Prishtina dhe ofron të dorëzojë të gjitha dokumentet e udhëtimit. Një garanci prej 40.000 euro krijon një nxitje të fortë për zbatim. Marrëdhënia e tij sentimentale me zotri Thoqin nuk e kalon angazhimin e tij familjar në mënyrë të tillë që zotri Fazliu të vinte në rrezik sigurinë dhe mirëqenien e tyre financiare. Asnjëra prej këtyre kushteve nuk e bindi gjykatësin e procedurës paraprake. Fazliu vendimin e shkallës së parë atakoi në apel, por që as gjykata e apelit brenda dhomave të specializuara nuk vendosi në favor të tij. Nuk ju ka pranuar dorëzania edhe tjetër nuk ju ka pranuar dorëzania është diçka e pa kuptim, për faktin se nëse ju shtartu para burgimit për pikën e një të veçantë të propozimit ose të vendimit për para burgim, si është fjala për arratisje, domethënë është dashur të trajtuar dy mënyrën e barabartë. Përpos Kilaj e Fazliut, bashkë të akuzuar të tjerë janë edhe Hashim Thaçi, Bashkim Smakaj e Hajredin Kuçi. Fotografitë e tij nuk ishin të zakonshme. Imazhet që solli zum vend në ballinat e medjave më të rëndësishme ndërkombëtare. Me aparatin e tij, Ron Haviv pasqyroi në mënyrë unike vuajtjet e njerëzve gjatë shpërthimit të luftrave në ish Jugosllavi. Sot, duke kujtuar atë periudhë, fotoreporteri amerikan shprehet se puna e tyre pati ndikim të madh në tërheqjen e vëmendjes së komunitetit ndërkombëtar ndaj krimeve që po kryeshin në Ballkan. Kur lufta u përhap në Bosnje, me rrëthimin e Sarajevës, me punën që bëra në Bjelin dhe në kampet e burgimit, Tronpolje, Omarska, donse vetë nuk shkova në Omarska, por në Manjaq e vendet e tjera, bota filloi të tregonte me shumë interes. Gazetarët nisën të merrnin rol më aktiv, madje edhe më të ashpër, veçanërisht gjatë rrëthimit të Sarajevës, që kulmoi me intervistën e Christiane Amanpour me presidentin amerikan Bill Clinton, ku ajo praktikisht e sfidoi hapur për mosveprim.
Gjithmonë kishte frikë se nëse lufta në Bosnjë nuk përfundonte shpejt, ajo do të përhapej në Kosovë dhe shumica mendonin se Kosova do të ishte konflikt më i rënd nga të gjithë. Pas Bosnjës, lufta shpërtheu edhe në Kosovë. Haviv, së bashku me disa kolegë të tjerë, mbuloi ngjarjet më të përgjakshme, nga masakra e Reçakut deri te rezistenca e Asharëve. Unë dhe kolegët e mi, duke raportuar nga Reçaku, të Asharet e ngjarjet e tjera, po u kujtonim Tony Blairit, Bill Clintonit dhe liderëve të tjerë që kishin negociuar paqen në Bosnjë, të cilët besonin se Milošević u kishte premtuar fundin e konfliktit, se në fakt asgjë nuk kishte përfunduar. Gjatë fushatës presidenciale amerikane të vitit 2000, pata mundësinë të kaloj pak kohë me zëvendës presidentin Al Gore. E pyeta pse reagimin dhe Kosovës, megjithëse i ngadalshëm ishte shumë më shpejt se ndaj Bosnjës, ai tha se kjo ishte pjesërisht merite e gazetarisë dhe deri diku e fotografisë, sepse ata po shihnin sërish të njëjta skena që kishin parë në Bosnjë për 4 vjet me radhë. Njerëz të ndryshëm, por ndërtesat, fytyrat dhe sidomos krimet e luftës ishin jashtëzakonisht të ngjashme. Kjo krijoi një ndjenjë faje dhe presioni që e bëri të pashmangshme ndërhyrjen në Kosovë. Materialet e fotoreporterit amerikan prej vitit 1991 deri në vitin 2000 u përdorën si dëshmi për ngritjen e akuzave dhe dënimin e kriminalëve të luftës në gjykatën ndërkombëtare në Hag. Gjatë karrierës si fotoreporter, Ron Haviv ka mbuluar më shumë se 25 konflikte nëpër botë. Betimin e bën sipas ligjeve të Kosovës. E gjithashtu edhe në nënshkrimin e dhanë në letrën e cila posedon vullën e Republikës. Kështu 4 kryetarët nga lista serbe morën mandatet e tyre në 4 komunat veriore, por ditë më parë u raportua se simbolet e Kosovës, përfshirë flamurin dhe fotografia e presidentes Vjosa Osmani u larguan. Asamblistja nga radhë televizijës vetëvendosje në komunën e Mitrovicës së Veriut thot për TVN se simbolet e vendit janë brenda zyrave të kryetarit. Derisa po flasim në këto momente, simbolet e Republikës së Kosovës qëndrojnë brenda institucionit, duke përfshirë edhe zyrën kryetarit, duke përfshirë edhe sallën e kuvendit komunal në Mitrovicë. Kështu që nuk është që kemi në një informacion që janë larguar, mund të jenë spostuar, por nuk janë larguar nga institucioni. Ndërkaq, ish-kryetari i zveçanit tani asambles nga radhët e PDK-s Ilir Peci tha për TVN se asnjë nga simbolet nuk janë larguar. Por Peci thot se qytetarët shqiptar të cilët shkojnë në komunë për të kryer shërbime, po u bëhet presion nga punonjësit serb të kësaj komune. Sa kemi informacion do sot deri me tani janë ende edhe fotografia presidentes edhe flamuri i shtetit të Kosovës nuk i ka largu deri me sot kum ftuar një takim e kum kërkuar faktikisht nga kryetari i ri një takim urgjent se të kemi të diskutojmë këtë çështje ku vazhdimisht zyrtarët janë sidomos në ish nënkryetarin e komunës së Zveçanit zotërit Sanat Kuçi do të ka qenë ish nënkryetari i imi, ai vazhdimisht duke u bënë një lloj presioni. Për raste të tilla dhe të tjera që mund të jenë në kundërshtim me ligjin, zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani thotë se do të merren me to. Në veri të vendit do të zbatohet ligji i Republikës Kosovës me pikë dhe me presje, kështu që nuk ka nevojë mu shqetësu as qytetarët as dikush tjetër, edhe në rast se shohin diçka të jashtëzakonshme, ne jemi ata që merremi me probleme. Ne kemi bashkëpunimin me institucionet vendore të paraporme me ligj. Edhe ligji mbi policinë përcakton komunikimin tonë me komuna dhe ne nuk kemi kurrë kundër. Në fakt ne kemi komunikim mirë edhe me kryetarët e cilët janë tash. Në komunën e Mitrovicës së Veriut, javën e ardhshme pritet të zgjidhet nënkryetari dhe kryesuesi i kuvendit komunal. Zhvillime në Këshillin Prokurorial të Kosovës pati edhe të njëjtën. Mbledhja e KPK-s nisi me një kërkesë të kryesuesit të Këshillit Ardian Hajdari. Ju si kryesuesi i KPK-s jeni përgjegjës për siguruar zbatimin e ligjshmërisë, andaj është domosdoshme që të reflektoni dhe zotin Çale të mos marrë pjesë në mbledhjen e jashtme pa një vendim përfundimtar të Gjykatës Supreme dhe Gjykatës Apelit. Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit, Agron Çalaj, kësaj kërkese ju përgjigj duke thënë se do të marrë pjesë në mbledhjet e KPK-s deri në një vendim të formës së prerë. Bazuar në dispozitat ligjore dhe aktet në fuqi, mandati im si ushtrues detyri i kryeprokurorit të shtetit është plotësisht
i vlefshëm. Do të vazhdoj të ushtroj detyrat e mia dhe të marr pjesë në mbledhjet e Këshillit. Çalaj potencoi se kërkesa për përjashtim të tij nga mbledhjet e Këshillit Prokurorial të Kosovës duhet të mbështetet në dispozita ligjore. Ndërprerja e funksioneve të Këshillit apo e zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit në pritje të procedurave gjyqësore do të krijonte pasiguri juridike dhe precedent të papranueshëm. Përkundër këtij deklarimi, antari i KPK-s Veton Shabani kërkoi të respektohet neni 15 i ligjit për përgjegjësi disiplinore me qëllim të mos bëhen shkelje të tjera ligjore. Kemi të bëjmë me një drejtë kushtetuese, të cilën e ka shfrytzuar zoti Kelmendi, i shkarkuar në mënyrë të kundërligjshme. Pa kuara. Dërsa zoti Çaolaj po do me për ligjet, po ligji atë e tregon edhe vendimet gjyqësore. Jo. Tutje gjatë kësaj mbledhje, antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës Veton Shabani kërkoi që pika për themelimin e komisionit ad hoc ndaj një antari të Këshillit të hiqet nga rendi i ditës. Sipas tij nuk ka asnjë element dhe asnjë bazë që tregon se antari i KPK-s Arjan Gashi ka bërë shkelje. Kundër këtij propozimi ishte kryesuesi i KPK-s Ardian Hajdari, i cili tha se pika 6 e rendit të ditës nuk do të tërhiqet. E pas një pauze disa minutëshe, Hajdari tërhoqi pikën e 6 të rendit të ditës, duke u thirrur në atë se krijimi i komisionit ad hoc ndaj një antari të KPK-s është e pasafatshme. Ndërsa Këshilli Prokurorial i Kosovës vendosi me votë që pika e rendit të ditës për komisionin për rekrutimin e prokurorëve i datës 4 dhjetor 2025 të diskutohet pa praninë e medjave. Po në këtë mbledhje, antarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës miratuan vendimin që kryesuesi i këtij institucioni, Ardian Hajdari, të nënshkruaj marrëveshjen e bashkëpunimit me Këshillin e Lartë të Prokurorisë së Shqipërisë. Sa veç edhe njerë, 2, 3, Miloti, 3, 4, 5, 6, 8.